O Allah i gjithë mëshirshmi, i urti mëshirëbërësi, vi sot para teje me zemër të përullur, duke pranuar se vetëm ti je streha ime, forca ime dhe shpëtimtari im. Të lutem o Allah më ndihmo të thyej çdo fortesë që është formuar në mendjen dhe shpirtin tim, çdo mendim që më largon nga mëshira jote. O Zoti im, dorëzoj para te çdo mendim që nuk është në përputhje me dritën dhe udhëzimin tënd. Largo nga unë çdo iluzion, çdo mendje madhësi, dhe çdo gjë që më pengon të njoh ty më thellë. Të kërkoj që çdo mendim brenda meje të nënshtrohet urtësisë tënde dhe të udhhiqet nga drita e tauhidit. O Allah, unë shpall me bindje të plotë se asnjë armë, asnjë mendim i keq, asnjë shqetësim, asnjë frikë apo dyshim nuk do të më poshti derisa jam në mbrojtjen tënde. Më mbush o Zoti me të vërtetën tënde, me urtësinë dhe mëshirën tënde. Më bëj për atyre që meditojnë mbi fjalën tënde, që gjejnë qetësi në përmendjen tënde dhe që udhhiqen nga drita jote në çdo hap. O Allah, më jep mendje të kthjellët, zemër të qetë dhe shpirt të fortë. Më jep fuqi të përballoj çdo sprov me bindjen se ndihma jote është gjithmonë pranë. Të falenderoj për mëshirën dhe dashurinë tënde, të falenderoj që më ke dhënë forcën të zgjohem, të lutem dhe të kërkoj shërim prej teje. Me ty jam më e fortë se çdo dhimbje, me ty jam më shumë se fitimtare. Amin o Zoti i botëve. Amin.